Halil Geci ka reaguar ashpër ndaj deklaratës së vëllait të tij, ish kandidatit për deputet të LDK-s Fadil Geci, i cili në një emision televiziv i quajti rreth 60% të votuesve shqiptar të trushpëlar për shkak të mbështetjes ndaj koalicionit VV Guxo Alternativa. Sipas Halil Gecit, një gjuhë e tillë nuk është kritik politike, por thyerje direkte ndaj shumicës së qytetarëve dhe përpjekje për ta paraqitur veten si i vetmi i mençur në skenën politike. Ai thekson se askush nuk mund të jetë mbi vullnetin e shumicës dhe se përçarja e popullit nuk ndërton as parti dhe as demokraci. Kur 60% e popullit quhet trushpërlar, problemi nuk është populli, si vëllata them me lutje, i je në gabim, shkruan Geci. Deklarata e Fadil Gecit në TV1 hap debat ashpër politik, thyerje ndaj shumicës së votuesve dhe tentativë për t'u paraqitur si i vetmi i mençur në skenën politike. Sot në orën 12 në emisionin e transmetuar në TV1, vëllai im Fadil Geci deklaroi publikisht se rreth 60% e votuesve shqiptar që e kanë votuar koalicionin VV Guxo PSHDK Alternativa janë të trushplar. Kjo deklaratë nuk është vetëm e rëndë politikisht, por edhe fyese për shumicën e qytetarëve të këtij vendi. Si vëllai më i madh, ndiej obligim moral t'i them publikisht se po gabon rënd. Me një deklaratë të tillë ai nuk po kritikon një parti apo një orientim politik, por po thyen një popull të tërë. Ti quash 60% të shqiptarëve budallënj dhe trushpëlar, ndërsa veten të paraqesësh si më të mençurin e shqiptarëve, nuk është qëndrim intelektual dhe as politik. Kjo në fakt dëshmon dhe mund të thuash se nuk e lidhje me politikën, kur përdor një gjuhë kaq përçarëse dhe përjashtuese. Askush nuk është më i mençur se 60% e popullit, as Fadil Geci, as Abdullah Oti, as Vjosa Osmani dhe askush tjetër. I them publikisht, prit edhe pak dhe koha do ta tregojë se kush është Abdi Xhiku në të vërtetë, nëse ai del ashtu siç e përshkruan Fadili dhe e ngre LDK-n. Unë jam i gatshëm t'i kërkoj falje publike dhe të mos e quaj më dadalume por hero, por faktet janë ndryshe. 136 delegatë e LDK-s kanë qenë kundër tij, çka do të thotë se gjysma e LDK-s dhe pothuajse gjithë kryesia. Ndërkohë Fadili zgjedh t'i quajë shqiptarët të trushplar vetëm për t'ia bërë qefin dadës lume. Edhe më herët në një intervistë me gazetarin Gashi e kishte quajtur VV-n parti ruse. Si vëlla po i them sërish, po gabon rënd. Historinë e kemi ndërtuar bashkë, por me këto veprime po dëshmon papjekuri politike e kombëtare, e aq më keq edhe familjare. Bajraktari Llaushës nuk ka fyer askënd, përkundrazi e gjithë Drenica e ka pasur pas vetes, ndërsa ju me këto veprime, në 2 Drenicat me rreth 90.000 banor, nuk keni arritur t'i merrni as 900 vota. Në anën tjetër Albini ka arritur t'i marrë mbi 10.000 vota. Kjo intervistë u pa nga një publik i gjerë dhe u kuptua qartë se bëhet fjalë për një interes të hapur politik, të fyesh shumicën e votuesve për t'u kapur pas dimijave të dadës lume apo të një figure të caktuar politike, është gabim i rënd. Kur gazetari e pyeti për 136 delegatët dhe shumicën e kryesisë që ishin kundër, përgjigjja ishte: jo, bashk na duhet bashkimi, duke u paraqitur si baba e gjyshi shqiptarëve dhe i LDK-s, madje duke marrë shembull edhe në Xhat Dacin. Krejt në fund i them Fadilit, nuk ndërtohet politika duke fyer një botë të tërë dhe duke paraqitur veten dhe dadën lume si të paprekshëm. LDK-ja e dikurshme dhe kjo e sotmja nuk do të ecë përpara pa u çliruar nga kultura e dhunës dhe nga individ që politikën e zvendçojnë me grushta. Figura si Armend Zemaj dhe rrethi i tij janë bërë simbol i kësaj fryme, ku mendimi ndryshe trajtohet me dhunë. Rasti i qytetarit që u sulmua publikisht vetëm pse e quajti hajn është dëshmi se kjo qasje e dëmton rënd jo vetëm LDK-n, por edhe vetë demokracinë. Nëse LDK-ja nuk ndahet nga kjo frymë dhune, në zgjedhjet e ardhshme votat që do t'i marrë do t'jenë aq sa janë mbështetësit e dhunës dhe të bokserëve të kësaj rruge. Kjo është e vërteta politike, jo fyerja ndaj popullit.